Në GKK është mbajtur seanca e parë për dosjen 5D, ndërsa gjykata nuk ka pranuar gjykimin e shkurtuar për të pandeurit, ish drejtor dhe ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës. SPAK ka kërkuar kohë për të përgatitur listën e dëshmitarëve dhe parashtrimin e provave për çështjen penale. Gjykata e posaçme vendosi kalimin për gjykim të kësaj dosje. Dy ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mariglen Çato, do të gjykohen për veprat penale të korrupsionit pasiv, mosdeklarim pasurie dhe pastrim parash, ndërsa ish zyrtarët e tjerë, Taulant Tushe, Nestor Muhamedllari, Albano Janku, Julian Zanaj dhe Anton Punavia për shkelje të barazisë në tendera. Hetimet për ish zyrtarët u mbyllën në dhjetor nga SPAK dhe dosja u dërguar për gjykim. Sipas prokurorisë, Redi Molla në cilësinë e ish drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë Ujësiellës Kanalizime Tiranë dhe Mariglen Çato si ish drejtori i departamentit mbështetës në këtë shoqëri dhe në cilësinë e ish kryeinspektorit të IKMT-s të Bashkinë Tiranë kanë qenë pronarët de facto të shoqërisë 5D Construction, duke përdorur pronar fiktiv, ndërsa vetëm në këtë dosje të dërguar për gjykim kanë marrë 12 tendera, duke përfituar rreth 2 milion euro në periudhën 2016 dhe 2020. Hetimet kanë zbuluar se në periudhën 2016-2018, kur Çato ka ushtruar funksionin drejtorit të departamentit mbështetës të UGT-s, shoqëria 5D ka fituar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik 4 tendera nga Bashkia e Tiranë, Tirana Parking dhe Klubi Sportiv Tirana.